Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar. Kështu është bërë ditur në një njoftim të lëshuar nga kryeministria. Sipas njoftimit, Kurti gjatë vizitës pritet të ketë takime të nivelit të lartë me zyrtar britanik, si dhe do të marrë pjesë në konferencën e Londrës për mbrojtje. Edhe kryediplomati i Kosovës Glau Konjufca ka udhëtuar për në New York, i cili për herë të parë që nga marrja e mandatit përfaqëson Kosovën në seancën e Këshillit të Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Seanca e Këshillit të Sigurimit mbahet sot nga ora 16 sipas kohës sonë. Kjo është mbledhja e parë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për këtë vit që diskutohet mbi situatën në Kosovë. Kosova po shënon sot 27 vjetorin e betejës së Kosharës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës për liri. Sikurse në çdo përvjetor, edhe si vjet janë bërë homazhe në kompleksin memorial dëshmorët të Kosharës. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës, lider partijak dhe qytetarë të shumt përkujtuan sakrificën e luftëtarëve të lirisë. Në këtë ditë përkujtimore, ata thanë se sakrifica e dëshmorëve mbetet themeli i lirisë dhe shtetësisë së Kosovës. Ndaj beteja e Kosharës është ndër betejat më të lavdishme të historisë sonë moderne. Shteti i Kosovës është ndërtuar mbi këtë guxim, mbi vendime të marra në kushte thellësisht të rrezikshme dhe mbi sakrificë brezash të tërë. Nderimi i heronjve dhe luftarëve të brigadës 138, Agim Ramadani, në kuadër të manifestimit Ditët e Shqipës, dëshmon vendosmërinë tonë për të punuar me përkushtim që Kosova të bëhet ashtu si që e ndruan ata që ranë për lirinë tonë. Në një luftë të pabarabartë, me një ushtri të armatosur deri në dhëmb, u godit një regjim që mendonte se Kosovën mund ta mbante të pushtuar, të nënshtruar dhe pa rrugdalje. Dhe u dëshmua se liria e këtij vendi nuk do të mbetej peng i asnjë kufiri të padrejtë dhe i asnjë pushtuesi sado i fortë ushtarakisht. Dhe pikrisht këtu qëndron pesha e saj morale. Në Koshare nuk pati vend për iluzione. Ata që hynë në atë betejë e dinin se po hynin në zjarr. E dinin se mund të mos ktheheshin. E dinin se liria nuk po afrohej si premtim, por si përballje. Kjo betejë, pra, krahas shumë aspekteve tjera që e ka ndryshuar rrjedhën e luftës, jam i bindur që e ka mundsuar që kur mbyllet lufta, tani shpesh po ndëgjojmë në për konfliktin e përbota në pushimin. Pra mbyllja e luftës është ndikuar dhe është arrit te një mbyllje e tillë çfarë e gëzojmë sot, veçanërisht fal e kësaj lufte, e kësaj beteje. Ne nuk na vetë shumë me shtu në një ditë si kjo, por po e vërtet tash është rasti, në themelet lirisë sonë është një sakrificë e madhe, do të vazhdojmë me usjell me respekt ndaj sakrificës tonë për liri, përjetëm kujtimi për gjithë ranë. Betejën e Kosharës e ka përkujtuar sot edhe kryeministri Albin Kurti. Ai tha se 27 vite më parë filluan luftimet e betejës së Kosharës me qëllim shembjen e kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë, që prej dekadash i ndante dhunshëm shqiptarët mes tyre. Kryeministri Kurti tha se sikurse çdo pranverë, edhe sot kujtojmë me mirënjohje dhe nderime të gjithë luftëtarët e UÇK-s që morën pjesë me guxim në betejën e Kosharës, duke dhënë djers, mund dhe gjak për atë dheun tonë dhe lirinë e popullit. Po sot janë kujtuar të rënët e Kaçanikut. Ushtruesja detyres së presidentes Albulena Haxhiu nderoi të gjithë të rënët e datës 9 prill, duke kujtuar sakrificën e tyre. Me datën 9 prill të vitit 1999, në lagjën e re dhe në Rakoc të Kaçanikut, ranë 28 dëshmorë dhe 32 martirë, në mesin e tyre ishin burra, gra, djem dhe vajza të reja. Pikërisht sot Kosova po shënon 18 vjetorin e ditës së Kushtetutës. Miratimi i Kushtetutës së Kosovës 18 vjet më parë u cilësua si një ndër momentet më të rëndësishme historike të vendit, pas atij të shpalljes së pavarësisë. Në përvjetorin e miratimit të saj, lider institucionale politik theksuan rëndësinë e miratimit të kësaj kushtetute.
Kryetarja e Kuvendit, një herë ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, Albulina Haxhiu, ka uruar këtë ditë duke thënë se data 9 prill e vitit 2008 shënoi ditën kur shteti mori reformën e tij të plot juridike dhe politike. Edhe kryetari PDK-s Bedri Hamza, ai i LDK-s Lumir Abdigjiku dhe kreu i AAK-s Ramush Haradinaj e vlerësuan datën 9 prill si një nga ditët më të rëndësishme. Ata thanë se kushtetuta mbetet udhërrëfyes për ndërtimin e një shteti ligjor të drejtë dhe të barabartë. Kushtetuta e Kosovës, e cila përmban 14 kapituj me gjithsej 162 nene, konsiderohet si dokumenti më i rëndësishëm që ofron liri dhe të drejta për të gjithë pa dallim. Në këtë përvjetor të 18 për kushtetutën ka folur njëri nga hartuesit e saj, Arsim Bajrami. Ai tha se Kosova ka një kushtetutë moderne dhe të avancuar, e cila garanton liri dhe të drejtat e të gjithë shtetasve të Republikës së Kosovës. Megjithatë, Bajrami në RTK përmendi se përgjatë këtyre viteve, kushtetuta e Kosovës është sfiduar disa herë nga institucionet e saj. Kjo është një ditë më tepër agrone reflektimi për të kaluarën tonë, për të treguar gjeneratave të reja se çfarë rrugë kemi kaluar deri te liria dhe pavarësia. Por është një ditë edhe edukimit përgjithshëm të shoqërisë Kosovës për rëndësinë që ka një kushtetutë. Nëse jemi krenar me pavarësinë, me këtë kushtetutë, mund të themi se tesh të ndërtimi kemi pas edhe gabime dhe kushtetuta jo pak o sfidu nga aktorët e mbrëmshëm. Do me thonë ka pas mjaft shkelje kushtetuese nga të tri pushtetet, sidomos shkelësi më i madh i kushtetutës janë organet, institucionet, sepse qytetari nuk ka dhe mundësi me shkelë, sepse zakonisht nuk është i veshur me petkun e pushtetit. Pra, kemi pas shumë ligje antikushtetuese këto 18 vite, kemi pas 2 president të larguar për shkelje serioze të kushtetutës, kemi pas 10 vendime antikushtetuese të qeverive, madje edhe të pushteteve lokale. Çka na tregon kjo? Kjo na tregon se akoma politika dhe demokracia dhe partitë politike tona nuk janë shumë të demokratizume. Flasim tani për ngritjen e çmimeve të derivateve të naftës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet e derivateve për ditën e sotme në Kosovë. Sipas njoftimit, zyrtar nga Mint shihet se çmimi i naftës ka shënuar një rritje krahasuar me ditën e djeshme. Sipas njoftimit, çmimi maksimal i lejuar për naftë për ditën e sotme është 1.91 euro, për benzinë është 1.47 euro, teksa për gaz 0.82 euro. Kujtojmë që dje u shënua një rënje në çmimin e naftës në bursën ndërkombëtare pas marrëveshjes së armëpushimit mes SHBA-s dhe Iranit, por sot vërehet një shtrejtim i karburanteve edhe në tregjet ndërkombëtare.